Për herë të parë në Shqipëri u organizua Koncili Federal i Guidave dhe Skauteve të Europës, organi më i lartë drejtues i kësaj organizate. Dita e dytë e aktivitetit u përmbyll në Shkodër në fshatin e Paqes në Tarabosh. Ky takim ka mbledhur drejtues dhe antar nga gjithë Europa dhe tani për herë të parë dhe nga Amerika e Kanadaja për të diskutuar zhvillimin, programet dhe strategjitë e ardhshme të skautizmit dhe guidave. Scouting is so important for our children. Skautizmi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për fëmijët tanë. Ai ofron atyre mundësinë të rriten në miqësi. Voilà, mon nom est Claire Desplaines, je viens de Belgique. Unë jam Claire Desplaines, vin nga Belgjika. Erdha në vitin 1997 për të ndërtuar kampe me të rinjt në Shqipëri. Gjeta një Shqipëri dhe të rinj shqiptar që kishin nevojë për ndërtim në një vend që kishte vuajtur shumë. Të rinjt tanë sot janë ndërtuesit e së nesërmes. Mendoj se është thelbësore të ndërtojmë një vend. We are, by the way, 75,000 scouts and guides. Ne jemi ndër të tjera 75.000 skaut dhe guida në mbar botën, pra siç thash në Europë dhe Amerikë. Dhe mendoj se për mua rëndësia kryesore e skautizmit, të paktën e skautizmit tonë në botë, është se fal skautizmit, fal aventurave në natyrë, ne nuk shohim vetëm aftësitë e fëmijëve, gjë që është e rëndësishme sigurisht. Dhe gjithashtu një gjë është shumë e rëndësishme, i largojmë ata nga telefonat e tyre. Ky koncil është një mundësi e rëndësishme për të promovuar vlerat e edukimit jashtëshkollor, bashkëpunimin ndërkombëtar dhe zhvillimin personal të rinjve përmes skautizmit, duke i përgatitur ata si qytetar të përgjegjshëm dhe lider të së ardhmes.